Zoti Hoxha, besoj keni ndjekur dhe programet e partive politike dhe një ndër premtime që Partia Socialiste ka bërë është nga janari paga minimale do jetë 500 euro dhe pensioni mesatar 200 euro. Si keni parë të premtim? Në lidhje me deklarimet në fushatën elektorale që tashmë ka filluar de facto, janë edhe ato që janë shprehur kryeministri i vendit nga partia që është në pushtet për programin që pretendon ajo, si thua, duke ecur në gjurmët ose kopimit e atë që ka shpallur Partia Demokratike. Pra, në një farë mase mundohet të kopjoj, por ka një ndryshim të madh në lidhje me programet e tyre. Për sa i përket pensionit mesatar 200 euro, ka thënë për qenë korrekt, ka thënë që pensioni minimal në vitin 2030 do të jetë 200 euro. Ndërsa për pensionin mesatar e ka kaluar këtë shifër duke e nxjerrë në 400 euro. Kjo për mua është demagogji. Është demagogji sepse edhe ata pararoja e kryeministit që janë hedhur në sulm që më përpara për të bërë të shqyrquajtër në programin e Partisë Socialiste në lidhje me pensionet dhe pagat minimale, kanë treguar me veprime duke futur shefin e ISSH, i cili ka deklaruar që kjo skemë nuk mund të përballojë rritje të pensioneve, pra do të ketë këtë statu quo. Ndërkohë, është deklaruar që në buxhetin e vitit 2025 nuk është parashikuar asnjë lek për indeksimin e pensioneve. Kjo është shqetësuese në fakt, sepse në ligjin e sigurimeve shoqërore është parashikuar indeksimi i inflacionit, është detyrim ligjor, nuk mundet ta lërë jashtë vëmendjes kryeministri këtë punë. Por duke parë skemën e sigurimeve shoqërore dhe hapat e bera në takime publike, prej tij ka mjaft probleme, të cilat edhe mund t'i themi kështu për të sqaruar qytetarët. E para është që në 12 vjet ky kryeministër jo vetëm që nuk ka bërë asgjë për pensionet, por me indeksimet që është munduar të bëjë, që nuk i përgjigjen inflacionit, ka bërë që një pjesë jo e vogël e qytetarëve pensionistë të jenë në mjerim. Pra, me të ardhurat e tyre, ata nuk mund të përballojnë këto shpenzime. Pavarësisht nga këto bonuset që ka dhënë, bonusit për vitin e ri ose bonusin e pranverës, ato nuk janë në zgjidhje për të zgjidhur problemet që shqetësojnë moshën e tretë. Në këtë këndvështrim, po të krahasosh për shembull takimet i kaluar ato trevat territorin shqiptar, pra kanë marrë takime edhe në zonat fqinje ku banojnë shumë shqiptar për të bërë si thua atë politikë dhe për të tërhequr votën e pensionistëve. Marrim shkas nga takimet që kryeministri ka bërë në Kret dhe në Athinë. Aty ka publikuar dhe si risi të kësaj fushate elektorale ka nxjerrë pasaportën europiane. Kështu është shprehur, pasaportën europiane, dhe në këndvështrimin tim si ç'është pasaporta europiane që pretendon. Është pikërisht pasaporta që shqiptarët e kanë atë pasaportë, lëvizin lirshëm në vendet e Europës së Bashkuar. Sigurisht, shqiptarët kanë edhe detyrime për të ruajtur edhe atë pasaportë, sepse në radhë të parë ata duhet ta ndiejnë vetë shqiptarë dhe kanë logon e tyre, kanë flamurin shqiptar, për të cilën
të gjithë shqiptarët, po veçanërisht kryeministri duhet të bëj përpjekje që me punën e tij dhe të kabinetit dënjësisht të kishte futur flamurin shqiptar krahas flamujve të tjerë që valviten në Europën e Bashkuar. Gjë që s'e kanë bërë, se duke i thënë që do të futim në Europë dhe prej kësaj çfarë do të kemi ne, do të kemi përfitime deri në 1 miliard, thotë ai, se do na japë Europa. Puna është çfarë bën shqiptarët, sepse vetë Europa kur pranon, nuk po të luten ata, po i lutemi neve për të futur në Europë, se fizikisht territori shqiptar është pikërisht në Europë, nuk është jashtë Europës. Është tjetër gjë pastaj që ne si shqiptar duhet të plotësojmë standardet që ka Europa, duke filluar që në legjislacionin, në të drejtat e njeriut, të drejtat e pronës, e me radhë nga këto gjëra, që janë një sër kapitush që Shqipëria nuk i ka plotësuar këto standarde, qoftë në shërbimin e qytetarëve, dhe në këtë këndvështrim ai ka bërë thjesht një propagandë, sepse nuk mund t'i thuash atyre që jetojnë në Greqi dhe t'i thuash t'u jap këtë pasaportë, ku do vjen me këtë pasaportë? Çfarë është pasaportës? Po të shikosh një belg, me një francez, me një spanjoll, me një danez, edhe ku diun me gjithë shtetet që janë pjesë e Europës, ata kanë secili ka pasaportën e vet, por që reciprokisht shtetet që aderojnë në Europën e Bashkuar e dini që këta janë shtetas pjesën e vet, dhe kanë edhe detyrimet e secilit. Sigurisht, Europa e Bashkuar do standardet dhe vendet e vogla, ose më të prapambetura se atyre që nuk janë në zhvillimin e tyre, i ndihmojnë, po them, që të futen në këtë Europë. Po që të thuash e ndihmojnë, do të thënë punën do ta bësh vetë. Ata thjesht do të mbajnë për dorë ose do të tregojnë në cilat rrugë do kalosh dhe çfarë rregulla duhet të zbatosh. Pra, në këtë këndvështrim, ajo fushata elektorale e kryeministrit, duke filluar në vendet edhe në Angli që ka bërë, edhe në Itali, janë thjesht propagandë, sepse qytetarët shqiptarë sot kërkojnë një pension sot, jo në 2030-ën, që t'ja bësh 200 euro. Është emergjente, sepse pensionet nuk janë rritur ose nuk janë indeksuar në atë shifrë që duhet t'i indeksoshen sipas inflacionit. Dhe kjo ka bërë që pensionet jenë në një nivel të tillë që të mos përballohen shpenzimet nga pensionistët. Atëherë pyetja shtrohet. Ti, o kryeministri i nderuar, a ke alternativa të tjera, se ne të 12 vjet dhe nuk realizove asnjë nga këto që pretendon sot. Atëherë, duke mos i realizuar këto detyra, duke mos plotësuar ato kërkesat e qytetarëve, çfarë mandati tjetër kërkon? Domethënë në këtë fushat elektorale mua më duket demagogjike që bën kryeministri.